Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë. Do të flasim për mbretërorët, direkt do të shkojmë në Britani. Në fakt do të sjellim lajme nga Kate Middleton, sepse ka bërë xhiron e rrjeteve, të informacioneve, portaleve, mediave pa diskutim, rikthimi i saj, rishfaqja e saj në publik. Pikërisht pra menjëherë pas lajmit të saj të sëmundjes së kancerit, me cilin ajo ishte duke luftuar, pati një shkëputje shumë të gjatë nga jeta publike dhe daljet e saj sigurisht kanë munguar. Dhe në fakt, rikthimi i saj para disa ditëve, e veshur e gjitha në të kuqe, ishte si një lajm i bukur për të gjithë, në fakt ata që adhurojnë dhe që e ndjekin, por për vetë qytetarët e Britanisë, patjetër, duke pasur si një zbukurim të mbretërisë të tyre, një dukeshe cila pa diskutim e përfaqëson densisht rolin tashmë që i është caktuar, dhe që duket se erdhi me lajme të mira, pra dhe që vetë ngjyra e kuqe që kishte veshur e simbolizonte që ndoshta edhe shëndeti i saj tashmë është përmirësuar ndjeshëm. Unë dua ta komentoj të gjithën këtë ngjarje me të ftuarën tonë që do të vi pas pak, ajo është eksperte bonton, kështu e quajmë, por që gjithmonë e angazhuar dhe informuar shumë mirë me tema të tilla. Presim Olesja Leçon. Olesja, Mirëmbrëma. Erdhe dashur, faleminderit që je këtu elegante dhe ti veshur shumë bukur, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Të ftoj të ulesh për ta komentuar pak rikthimin e Kate Middleton, sepse bëri shumë përshtypje në fakt dhe shumë bujë, aq më tepër edhe veshja e saj që theksi shumë edhe troqi shumë vëmendje. Le ta sjellim pak materialin i cili na bën një përmbledhje të këtij momenti dhe më pas e komentojmë me Olesja. Kate Middleton, princesha e Walesit, bëri një rikthim triumfues në shërbimin vjetor të festimit të ditës së Commonwealthit më 10 mars, ndërsa ajo ju bashkua mbretit dhe anëtarëve të familjes mbretërore në Westminster Abbey për herë të parë në këto 2 vjet pas betejës me kancerin. Ajo u shfaqe mrekullueshme me fustanin e saj të kuq nga Catherine Walker bow tie, të cilën e kishte veshur 2 herë më parë në dhjetor të vitit 2022 dhe nëntor 2023, si dhe një kapele të kuqe nga Gina Foster, duke ecur krah princit William, nëna e 3 fëmijëve duke mahnitse me vathat e saj Collingwood me perla dhe diamant, të cilët dikur i përkisnin princesh Dianës, dhe çukrin japonez me perla me 4 fije të mbretëreshës së nder Elizabeta II. Rikujtojmë se me 16 janar 2024, Pallati Kensington lajmëroi se Kate u nënshtrua një operacioni abdominal në një spital privat në Londër. Më vonë, përmes një video më 22 mars, Kate lajmëroi se ishte diagnostikuar me kancer dhe se kishte filluar kimioterapinë. Kate Middleton qëndroi larg vëmendjes së publikut për pjesën më të madhe të vitit për të fokusuar tek shëndeti i saj. Ajo ndau në shtator se kishte përfunduar kimioterapinë dhe tha më 14 janar se ishte në rikuperim. Edhe për mbretin Charles, kjo ishte hera parë që nga viti 2023 që rikthehet në shërbimin vjetor të ditës së Commonwealth. Mbreti Charles nuk mundi të merrte pjesë marsin e kaluar, pasi festa rastisi vetëm disa javë pas njoftimit nga Pallati Buckingham se ai ishte diagnostikuar me kancer dhe kishte filluar trajtimin. Ky ishte materiali. Duket se gëzon shëndet të mirë apo jo Kate Middleton? Ishte rezultitse me veshjen dhe paraqitjen e saj. Dhe po më thoi që edhe sot madje ka bërë daljen tjetër ka bërë dalje në radhës, e cila ishte e planifikuar. Dhe më pas e komentojmë të gjithën, mund të sjellim fotot mirë. Po, edhe sot, sepse sot ishte St. Patrick, që është Shën Patriku, që është i shenjtë irlandezëve, po që festohet shumë edhe në Britani me paradën dhe për më tepër që ka atë logon e tërfilit me 4 Po, sepse është ajo Trinitia, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë është ajo, edhe simboli i gjelbërt, prandaj është veshur gjithmonë është veshur me ngjyrën e gjelbërt. Edhe sa bukura e zbukurimi me të gjelbra, me po, sepse është edhe kolonele e gardës së Irlandës së Veriut. Ndaj kishte edhe një rol që duhet të takonte veteranët, ka shpërndar sfida e bukur edhe sot, më pëlqeu shumë. Po ka munguar Kate Middleton, prandaj edhe e mori këtë vëmendje në rikthim, sepse është ndjer mungesa e saj, fakti që asnjë prezencë publike nuk ka mbajtur, duket që ka qenë në përpjekje edhe në luftë me një sëmundje të vështirë, edhe gjërat kanë shkuar mirë. Jo, e lehtë, për fat. Mund të ketë qenë pak informacione janë shpërndarë në lidhje me to, po duket që duhet të kapur diçka disi herë. Mendoj që edhe informacionet u shpërndan sepse ishte mungesa e saj e gjatë, ndaj duhej që familja mbretërore, edhe pse nuk e ka në rregullin e saj të jap shumë informacione të brendshme, patjetër për Ketin, për Catherine, po e quajmë ashtu siç i pëlqen të quhet gjithmonë publik, nuk u dan, por për të u detyruan të japin informacione sepse ajo ishte shumë e dashur në publik dhe patjetër roli i saj është shumë i rëndësishëm.
rëndësishëm. pastaj jetojmë në kohë të tjera që s'do të falë me askush. Absolutisht, dhe informacionet Sot mera. kanë të gjithë të drejtë të flasin dhe mund të thuhet jo, mund të Edhe mund të thuhen gjëra nga më të ndryshmet, patjetër, lajmet e gabuara totalisht, që duhet të sqaronin dhe më mirë kështu. Mua Rudina më pëlqeu shumë me këtë prezantimin në ditën e Commonwealthit dhe mënyra mungonte eleganca e saj dhe ajo sjellja formale shumë e bukur. Aq më tepër që Commonwealth Day është një ditë shumë e rëndësishme për britanikët. Po unë besoj jo më kohë herën e parë që ajo zgjodhi të dilte, zgjodhi pikërisht të kuqen. Pse të kuqen? Po, sepse kuqja është ngjyra e monarkisë. Pra, në këtë dalje ka qenë një dalje e mirë menduar, përveç se është rrezillitse dhe duket që gëzon shëndet të plot. Dhe Commonwealth Day është një ditë shumë e rëndësishme, jo vetëm feste, por sepse ka një kuptim për gjitha vendet që janë pjesë të kësaj bashkësie, edhe për të rikthyer tek vlerat, se sa e rëndësishme është të jemë bashkë dhe patjetër që familja mbretërore është si një ambasadore për të rikthyer pikërisht tek këto vlera dhe për të kuptuar se sa i rëndësishëm është uniteti për këtë bashkësi kombesh. Ndaj formaliteti i ngjarjes, ngjyra e kuqe që duket se ka prezantuar ngjyrën e monarkisë, pra ngjyra e kuqe dhe ka kthyer për ata që janë vëzhgues të imët edhe të familjes mbretërore britanike, ka zgjedhur të vi me gjerdanin e pra ka një kuptim në gjithë shka në veshin e saj. Ka zgjedhur gjerdanin e mbretëreshës Elizabeth II, pra të duruar nga ajo. Është paraqitur me një palvath që përkisnin Lady Dianës, një nga më të dashurat e saj me diamante dhe perla. Dhe kam përshtypjen kjo për të mos harruar, për të vlerësuar familjen, për të kujtuar të shkuarën dhe të tashmen që është kaq e rëndësishme, dhe patjetër edhe vlerësimin e saj për familjen mbretërore. Ishte shumë perfekte, mendoj unë në të gjithë. Pjesë e natyrshme të gjithës. Po, ishte shumë perfekte edhe në takimin, në pritjen me protokoll të gjithë ditës Commonwealthit. E qartë. Në fakt, mua më duket sikur edhe një mesazh tjetër vjen prej saj. Ne edhe pak më herët në program po flisnim për kancerin, edhe është një smundje pa diskutim me vështirë, me cilën betejë është e gjatë, por sa më shpejt të ekzaminohet, sa më shpejt si ta konstatosh, aq më lehtë bëhet përpjekja edhe betejë me të. Duket se rasti i Kate Middleton na tregon dhe një herë që kanceri nuk mban askënd me hatër dhe nuk ka të privilegjuar dhe më pak të privilegjuar. Nuk fal askënd, kështu që sa më shpejt aq më mirë dhe besoj që edhe dalja e saj me atë optimizmi që e kuqja e sjell vetvete, me atë gëzimi, besoj që sjell një mesazh pozitiv, një mesazh pozitiv që edhe mund të tejkalohet. Ato gjërat gjithmonë gjëra më të mira vinë rrugës, domethënë me pak përpjekje. Besoj në një farë mënyrë të gjithë ata që mund të jenë duke kaluar smundje të ngjashme, sikur marrin shpresë kur shohin që ajo duket se ka kaluar më të keq pas shpine. Po, dhe madje Catherine kur doli kam përshtypjen në janar të 2025-s doli në një publikisht për të thënë që beteja duke e fituar nga ajo me sëmundjen e kancerit dhe madje bëri dhe shumë shpesh vizita edhe në spitalet ku ndiqen si për të qenë afër dhe si për të treguar që do unë jam një prej jush. Pra, jam shumë afër, pra jam një qenie njerëzore me gjithë këtë aureolën e madhe që rrethon monarkinë edhe që duken të paprekshëm, janë edhe ata njerëzor. Dhe jo vetëm ajo, edhe mbreti Charles. Dhe ai pati një problem. Unë po i shikoja pak me vëmendje edhe pjesët sekuencat që jepeshin në momentin e pritjes në Abbey Westminster, kur ishte bashkë me Princin William, dhe mua më duken shumë më të lirshëm, Rodina, se sa në daljet e më përparshme publike. Nuk e di nëse njerëzit e vunë re këtë afërmitetin të qeshura mes tyre. Kjo si për të kuptuar që Okej, formaliteti është i rëndësishëm, aq më tepër në ceremoni të tilla, po le të jemi edhe më shumë njerëzor. Dhe më pëlqeu zgjedhja e duhur për të qenë njerëzor dhe për të qenë afër me njëri tjetrin, edhe për të shprehur dashurinë, edhe brenda kësaj ceremonie shumë formale. Është vërtet më pak formale me njëri tjetrin. Po, dukeshin, ceremonia mund të ishte shura, afrimitete, gjë që përpara ishin shumë më strikt, pra rregullat ishin shumë më strikte. Mendon që ka ndikuar gjithë kjo periudhë e kaluar e Kate Middleton? Duhet mendoj që ndoshta kanë dashur Rudina të jenë më të afërt, duke dashur, edhe duke menduar që patjetër nuk urojmë asnjë gjë edhe për mbretin Charles, po ndoshta koha kur do të jenë në front nuk është dhe shumë e largët. Dhe kam përshtypjen duan të japin modelin ose duan shijojnë njëri tjetrin edhe pak më lirshëm se sa në rolin e mbretit dhe të mbretëreshës që do duhet i vi. Pa diskutim. Megjithatë edhe mbreti Charles, ne sjellim edhe fotot e tij, edhe ai është kthyer pas gati 2 vitesh në shërbimin vjetor në ditën e Commonwealthit. Pra,
Ja, dhe atë e shojnë Mbreti Charles me sepse i Camillën. ka koinciduar që ishin të dy njëkohësisht. Po, vjetë kam patur një mungesë të dy dhe ka qenë vetëm Williami që ka marrë pjesë në këtë ceremoni kaq të rëndësishme, ndërsa këtë vit prezantohen dhe turma ishte shumë interaktive. U tha të ditë paktën në disa gazeta britanike lexova që ishte bërë një protestë kundër monarkisë, po kam përshtypjen kjo sepse kanë munguar dy figura të dashura dhe protestuesit mund të jenë gjithmonë. Megjithatë kam përshtypjen përpara një monarku, siç janë ata britanikët, të gjithë janë shumë kokullur. Nuk kanë vënë, domethënë gjuruan gjithmonë rezervat dhe mua më pëlqen imponimi dhe respekti që ata kanë në popullin britanik. Duket se kanë ardhur me energji të reja, ndoshta tani duan të jenë më të lirshëm, më pak formal, ndoshta edhe me kanë kuptuar që bota ka evoluar. Mbreti Charles ka vendosur të krijojë, ka nisur një podcast të tij, nuk e di e përveç, i pari mbretëror i cili nis një podcast. Është gjithmonë shumë inovativ dhe mua për atë më ka pëlqyer Mbreti Charles. Këtu kemi qenë në këtë studio kur e kemi diskutuar që më pëlqente para njërë që nga shkollimi që ka bërë, është njëri shumë artist, më pëlqen në të gjitha këto nisma. Madje do jetë edhe do kemi shumë afër, sepse ka përgatitur dhe një tur së bashku me Camillën, do jetë në Itali, në datën 9 prill. Mendohet që është një vizitë me presidentin italian, por edhe me retet në Itali, por edhe me papën që shpresojmë të jetë mirë, sepse kjo është vizita sipas protokollit, po kam përshtypjen ai e dashuron Italinë dhe do ta zgjasë më shumë se sa 2 ditë dhe mendohet që do jenë në Ravenna të dy, sepse kanë edhe 20 vjetorin e martesës. Charlesi dhe 20 vite. Edhe unë atë kur lexova atë. Po, e pabesueshme, 20 vite që u martuan. Dhe nuk e di pse për cilën arsye do jenë në Ravenna. Këtë mora vesh nga disa informacione. Okej, gjitha qytetet e Italisë janë shumë të bukura, kanë histori, kanë kulturën. Nuk e di. Do të jetë një gjë shumë delikate që me siguri do ngjall kuriozitet, po do ta mësoj sepse televizionet italiane edhe kur si kanë aty merren gjithkohës me ta, kanë kuriozitet patjetër se janë shumë afër se ne, patjetër ndjen me ta, por që do të kemi lajm edhe kur kjo vizitë e tyre të ndodhi. Ne kemi shumë afër, kështu që kush të do. Nuk e di e ke parë, po dua të dalë në fakt, duhet ja lë një momenti tjetër komentin e serialit në Netflix të Meghan Markle ose Sussex, si që ajo pretendon të thirrej në këtë serial, kështu e ka deklaruar. Shiko, Meghan Markle është një figurë televizive. Do ta komentojmë një herë tjetër. Është një figurë televizive, Rudina, dhe mendoj që këtë gjë mund ta bënte shumë mirë. Pra një nga daljet dhe mundësitë e saj. Megjithatë, ata këtej dalin dhe bëjnë gjëra publike dhe këtej mundohen të janë shumë strikt edhe me fëmijët nuk i nxjerrin, kanë gjithmonë rojet sepse ruhen nga paparacët, ndërkohë që unë lexova së fundi që një ndodhi tjetër për të thënë se sa interesante dhe sa e thjesht po duket afër njerëzve dhe ne njerëzorëve dhe Catherine ishte në qatin e mamave në klasën e të 2 fëmijëve. Imagjinoni, domethënë se ku shkon thjeshtësia, pra në qatin e komunikimit për të qenë pjesë e aktiviteteve, ndërkohë Meghan dhe Harry. Sepse ajo është një mama në fund fare. Është një mama dhe mua më pëlqeu shumë ky rol. Dhe askush kur po thoja që askush nga njerëzit që i shohin nga afër nuk nxjerr gjëra për të, nuk ka një foto të dalë edhe në aktivitete shkollore ku ajo ka qenë prezente si gjithë mamat e mundshme kur ne shkojmë në një ndeshje apo në një aktivitet shkollor, do thotë që e kanë respektuar edhe përveç securities, po dhe mamat. Respektojnë rolin edhe pozicionin që ajo ka. Ndërsa Meghan vazhdon ende të jenë në atë kupolën e art, po thoja, unë ruhen nga fotografët, duan vetëm të tregojnë atë pjesën televizive. Se ka gjëra për të, por edhe një për t'ju rikthyer Shën Patrikut, që ishte dita e sotme, është dita me fat që quhet ndryshe. Është dita me fat, sepse është 4 flet. Është 3 fletëshi që sipas Shën Patrikut dhe të mendosh irlandezët. Po ne quajmë tërfilin me 4 fletat. Ne quajmë tërfilin, po, ndërsa ata e kanë shumë të rëndësishëm sepse quajnë Trinitin, pra Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Shën Patriku është shumë i rëndësishëm për irlandezët, sidomos irlandezët një popull emigrant që kanë emigruar në botë sepse kanë patur periudhat e tyre të vështira. Janë dashur edhe nuk janë dashur dhe me britanikët, kanë patur për çosh historinë. Jo vetëm Shën Patriku, por edhe në një ditë tjetër normale do ishte një super kombinim, është shumë bukur, e prezantuar shumë mirë. Dhe të mendosh, është shumë i rëndësishëm për britanikët sepse një tuf majdanoz aty. Po. Rrugica, po shkushesin. Dhe këtu i shpërndau edhe midis veteranëve dhe këtyre kadetëve të ri. Është e rëndësishme sepse irlandezët janë katolik.
ndërsa britanikët protestant. Ata janë republikan, këta monark, dhe mendoni se sa i rëndësishëm është gjithë aktiviteti ka që bukur i dhënë rëndësi edhe në Londër edhe në qytetet e tjera për këtë festë të rëndësishme, sidomos për irlandezët. Catherine madje ka qenë edhe në po themi në këto dhomat ku këta kadetet e ri do të shkojnë pra të Irlandës së Veriut, kam pirë edhe një birë me William, pra kam përgëzuar, dhe mua më pëlqen natyrshmëria e saj për ta përqafuar jetën në këtë versionin e ri. Besoj me më shumë dashuri tani. Duke kuptuar se sa e rëndësishme është. Më të mirat edhe shëndet, pa diskutim se të tjerat praktikisht i kam. Nuk e di, Olesja, sa do të vazhdosh të qëndrosh me mua, po ndërkohë në lidhje me këtë lajmet e Kate Middleton, unë të falenderoj shumë, se si gjithmonë shumë e këndshme biseda.